Në fakt, nuk do të thoja që është një risi, sepse jemi për tretin vit radhazi në Perëndi që organizojmë një eveniment të tillë, një panair, kushtuar kryesisht kulturës së ullirit, duke qenë se gjithë zona Kuçovës hyn në pjesën e zonës së Beratit dhe natyrisht që Berati dhe Kuçova njihen kryesisht për kulturën e ullirit dhe kemi menduar që të organizojmë në mënyrë të përgjithshme një aktivitet të tillë, në mënyrë që të japim mundësi edhe fermerëve, por edhe bizneseve të zonës, jo vetëm të promovojnë kulturën e ullirit dhe nën produktet e tij, por të kenë mundësi që nëpërmjet edhe televizioneve siç është edhe televizioni juaj apo mediave të ndryshme, që të kenë mundësi të njihen dhe të promovojnë produktet e tyre dhe të hyjnë në tregun jo vetëm lokal, por edhe në tregun më të përgjithshëm. Mesa shikojmë këtu në panair ka dhe prodhime të ndërtuar me duar, apo artizanale ju të thoshim. Duke filluar nga kanistrat, shportat, nga gjitha risitë që kanë sot vetë fermerët e kësaj zone, duke filluar dhe te arkitektura e vendosur në panaire fotografish e gjithçka që mban një histori të kësaj zone. Si lindi kjo ide që ju e formuat deri këtu? Po, natyrisht, në fakt do të falenderoj edhe Drejtorinë e Kulturës dhe Drejtoreshën e Kulturës që kemi në Bashkinë e Kuçovës, sepse siç po shikoni edhe vetë është një aktivitet goxha i organizuar mirë dhe me pjesëmarrje të mirë jo vetëm nga fermerët, por edhe nga njerëzit e tjerë që kanë dëshirë ta shikojnë këtë aktivitet. Dhe siç e thashë më parë, kryesisht është fokusuar tek kultura e ullirit, por kjo nuk do të thotë që vetëm të përqendrohemi tek ulliri, por edhe tek punimet artizanale, sepse ka shumë familjar, kryesisht gra apo edhe fëmijë, të cilët punojnë, përdorin punimet artizanale dhe natyrisht edhe i tregojnë ato dhe nxjerrin në treg. Faleminderit. Faleminderit.